والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Tabaraniu në Mu'jamën e tij El-Mu'jam El-Kabir, se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu njëherë i tha shokëve të tij: "Antum aktharu salatan wa aktharu siyaman wa aktharu jihadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khayran minkum." قالوا فيما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. Tha Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ju jeni shokëve të tij të pranishëm, tha ju jeni më të zellshëm dhe bëni më shumë namaz, e më shumë agjeroni Ramazan, agjerim nafile, dhe më shumë bani me një mënyrë të transmetimit më shumë bani xhihad, e një formë tjetër më shumë mundoheni në punë të mira se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ata ishin më të mirë se ju. Atëherë ata i thanë: "Si është kjo o Ebu Abdurrahman?" Tha: "Për arsye se ata ishin më të përmbajtur, më asket në dynja, ose më të përmbajtur nga dynjaja, dhe më të etër për ahiretin." Në realitet, për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kena fol shpesh, jo vetëm këshillat që jemi duke i mbajtur nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por siç e dini kemi mbajtur disa ligjërata enkas për këta burra të mëdhej. Kena fol për 10 përgëzuar me xhenet, tiparet, cilësitë, pse i ka bë ata që t'jenë të përgëzuar me xhenet. Pastaj edhe nga fjalët e ndryshme të shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë treguar për pozitën e sahabeve, prej vetë Abdullah ibn Mas'udit, para ndoshta 10 derseve kena fol si i ka pa ai shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mesën e umetit. Dhe tash vjen edhe një përshkrim tjetër prej Abdullah ibn Mas'udit për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu Abdullah ibn Mas'udi e jep një tipar, një cilësi të re, ndoshta të re jo për neve, por një cilësi që ja vlen të vendoset në pjesë të diskutimeve dhe të leximeve tona, që e kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përmes të cilës janë ndallu. Sepse na e kemi përmendur edhe më herët që shokët e pejgamberit nuk janë ndallu se kanë nejt afër me pejgamberin, as se janë qenë ndoshta edhe familjar të tij, as se kanë nejt në kohën e tij, po janë ndallu për shkak cilësive, vetive dhe sakrificës që e kanë dhënë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për fenë e Zotit. Cila është cilësia tash? Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka bërë 2 bashk. Kanë qenë, thotë shokët e pejgamberit, më asket ndaj dynjas, më të përmbajtur ndaj dynjas, dhe më të etër për ahiret. Të dyja bashk. Të dyja bashk e japin formën më të mirë të pozitës së shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam karshi lidhjes së tyre me Zotin, jo vetëm njëna. Nga se ka mundësi dikush me qenë, për shembull, prej muslimanëve, me qenë asket, zahid në dynja, kur nuk ka pasuri. Ose ka mundësi me qenë zahid në dynja, edhe nuk e lyp pasurinë hiç, nuk i intereson, edhe mos me pas etjen edhe zellin për ahiret. Madje ka pas për filozofëve që si ka interesuar dynja hiç, po si ka interesuar as ahireti. Ka pas këse, edhe ka edhe ditën e sotit. Ka rryma ndryshme që nashtë nuk miren shumë me dynja, po nuk miren as me ahiret. Ka tjerë që ndoshta merren me ahiretin, angazhohen me ahiretin, me punë që i çojnë edhe i forcojnë lidhjet me botën tjetër, po nuk janë sprovu me sprovat e dynjas. Nëse ka desh Allahu i ka rujt, nuk janë sprovu me sprovat e dynjas, kanë kalu mirë. Nëse sprovohen me sprovat e dynjas, me të mirat, me joshjet, kjo është për qëllim sprovat e dynjas, jo dhimbjet edhe problemet,
po me joshjet dhe të mirat që vinë prej botës, atëherë momentin që ju godit, atëherë kanë po që janë dopt. Edhe pse ju ka duk vetja, që janë të fortë, të falë namaz natës, të dhonë sadak, të munu me ruj shikimin e gjëra të ndryshme, kurse ndoshta kur janë sprovu me diçka prej të mirave të botës, ndoshta dynjas pastaj kanë dalë ndoshta keq. Më e vështira pra është me i botë të dyja të bashkë. Edhe me qenë zahid në dynja, edhe me qenë i etur dhe i zelshëm, dhe i kujdesur dhe i shkath botën tjetër, për botën tjetër. Milion çështjet e dynjas masdore, mos mi marr shumë parasysh, mos mi marr shumë para mendjes dhe para zemrës, kurse e kundërta me qenë tepër vigjilent dhe tepër i kujdesshëm, tepër i zellshëm në punën e ahiretit. Këto dyja me bë bashkë është shumë vështirë. Por këtë arsye kur i kanë bërë bashkë të dyja shokët e pejgamberit sa, ju ndallun mesin e gjeneratave deri në ditën e Kiametit. Dietar ku kanë fol, dietar të hershëm, po edhe më vonshëm, ajo çka më ra me lexu tash, për shembull Ibn Hajar al-Haytami, kur ka fol për njerëzit karshi dynjas, raporti njerëzve karshi dynjas, i kanë nda në 3 grupe që ndan edhe Allahu. Feminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Feminhum muqtasidun, wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Janë ata që i bujnë lloji i parë njerëzve, ata që i bujnë zullum vetes, pa drejtësi vetes, në raport me dynjan. Janë ata që janë mesatar, të matur, dhe janë ata cilët shpejtojnë dhe garojnë në punë të mira. Thot Ibn Hajar al-Haytami, thot kjo është gjendja e njerëzve karshi dynjas. Thot shumica e njerëzve, wa humul aktharun, shumica e njerëzve janë ata që i bojnë zullum vetvetes, karshi dynjas. Pse? Për arsye se kur të ju hapet atyre dynjaja, nuk e zgjedhin halalin me prej haramit. Nuk e dallojnë halalin prej haramit. Nuk i dallojnë veprat që janë të mira dhe veprat që janë të këqija. Nuk e ndalin veten edhe nuk e stopojnë veten prej gjërave që janë dyshimta edhe harame e kështu me radhë. Kjo është shumica e njerëzve. Andaj s'ka mundësi këta njerëz më konën zuhad, asket në këtë botë përderisa nuk ruhen prej haramit. Prej haramit që vjen përmes dynjas. E dyta thot, ata janë ata që janë mesatarët ose të maturit, muqtasidun, që është edhe në ajet, thot janë ata të cilët ruhen prej harameve, përdorin dynjan punë të hajrit, punë të mira, thot po zgjerohen në gjërat e joshës e të dynjas edhe pse s'janë haram. Thot zgjerohen. Edhe munohen me mri gjitha kënaqësitë e kësaj bote, edhe pse nuk janë haram. Thot këta njerëz thot për shkak zgjerimit të madh në këtë botë e hupin aq sa zgjerohen këtë botë pozitën e tyre në botën tjetër. Edhe pse s'kan hinë gjëna. Edhe pse s'marrin dënim. Po për shkak zgjerimit këtë botë ndoshta ju kanë hupur mundësitë shumëta për sevape, për shkak veprave tjera që ju kanë të angazhuar me kënaqësitë e kësaj bote. Këto janë ata mesatartë. Kurse i treti thot dhe këto janë ata që garojnë për punë të mira dhe janë ata që shpejtojnë në faljen dhe në xhenetin, thot ata të cilët marrin nga kjo botë veç sa ju duhet. E që tash kitna e la narahum illa fi kitab e u tahte të rap. Këta njerëz sot nuk kena mundësi mi po ndryshe veç se ndonjë tregim në libër ose në varre. Se këta nuk shtira me ekzistu në këtë botë, për muslimanëve. E për tjerëve më dhe ma hiq. Cilë janë ata që marrin për botës, për dynjas, veç çka ju vynë. Mujnë ma shumë me marë? Jo, çka do që jashtë kësajna, e japin të tërkojnë. E qojnë tjera ka. Edhe nuk kapën ma shumë për ta. Si pas të në djetarëve që ta janë ata që shpejtojnë punë të mira, sa bikun bil khajrat që ka në Allah në Koran. Në balish, kjo pazar është i ronë, vllazni. Kjo pazar është i ronë. Edhe qitë pazar, elhamdulillah që Allah se ka bo obligim me mrina. Edhe pazarin e dytë se ka bo haram me e apliku, me e praktiku.
me marrë dynjan edhe me marrë të mirat e dynjas. Ajo që në stomë dhe në kufit që kërkohet për neve është me e kuptu dynjan spaku në aspektin e raportit ton me haramet. Për këtë arsye, nëse ju kujtohet shpesh e kom përmend të shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kom thonë që zuhdi i tyre ka qenë i çuditshëm. Pse ka qenë i çuditshëm zuhdi i tyre? I tyre për arsye se kanë qenë zahida, asket, të përmbajtur nga dynjaja edhe pse e ka pas dynjan para durve. Që kjo më ironi. Se kur nuk e ki ose nuk e ki qatë mundësi dynjas, është, me një fjalë është je gati se para një procesit krym. Kur e ki dynjan, edhe ti domthon në qëtë moment je zahid, atëherë që kjo është ai kulminacioni që ti e kallzon so je i lidhur me këtë botë. Sa është zemra jote e lidhur me këtë botë. Dhe ju i dini tregimet, mos i përsërit më shpesh, që domthon momente të caktuara me jonkon gjendje centrin e fundit me dhon. Edhe që ka prish asqerja e fytyrës. Jo diçka më shumë. Jo më tut për fëmijë, për pasardhëse, për mas 1 vjetë, mas 5 vjetë që ka më bu, që kena na në kry. Jo, ata si tu, atë nëse ka prish asqerja, bile ju ngzu. Për arsye se për një me e kanë pa dynjan pa kur një farë vlerë, tamam çush e kanë kallzu vetë edhe me fjalë. E pse e kam rriqet pozitë vllazni? Ata që e kom përmend dersën e fundit nëse e keni ngun shkop që e kom bajt. Pse e kam rriqet te pejgamberi që pozitë që me qenë asket ndaj kësaj bote, edhe zellë shumë ndaj ahiretit. Për arsye se te Allahu kanë shku me zemra. I kanë përgatit zemra të fortë për me shku te Zoti. Për këtë arsye thotë Ibn Rexhepi rahimullahu një fjalë tepër të bukur. Kisha pas shefçit fjalë të Ibn Rexhepit me majt mend, edhe me e pa çka do të thonë, me i mat njerin peshoj gjërat tamam që duhet me grinca, jo me tonelata, me grinca. Thotë Ibn Rexhepi rahimullahu, thotë afdalun nasi men salaka tariqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khawasi ashabihi. Njerëzit më të mirë ata të cilët ecën rrugës pejgamberit dhe shokëve të veçantë tij. Se edhe shokët e pejgamberit kanë pas derajate. Dhe shokëve të veçantë tij që kanë qenë të afërmit dhe të përzuar me xhenet ose 20-30 shokë pejgamberit që kanë qenë më të veçantë. Thotë, cila ka qenë kjo tarik Ibn Rexhepi? Cila ka qenë thotë kjo tarik? Thotë el-iqtisadu fil a'mal al-badaniyya, el-iqtisadu fil a'mal al-badaniyya wal-hirsu fil a'mal fil ahwal al-qalbiyya. Thotë ka qenë thotë tradit ose ka qenë cilësi e shokëve pejgamberit me qenë mesatar, të matur në punët e gjymtyrëve. Të matur kanë qenë mesatar, nuk e kanë tepru në punët e gjymtyrëve. Amo kanë qenë tepër të zellshëm, tepër të shkallët në veprat e zemrës. Çdo e kanë bërë dallimin. Nashtin adhurime ka mujt dikush mja kalu me namaz. Për shembull, nashtin dikush ka mujt mi bë më shumë rekate se një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Amo s'ka pas mundësi dikush mi bë çato rekate ma me zellshmëri, ma me përpikmëri, ma me zemër se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'ka pas mundësi mi bë. Ose në punë tjera. Për shkak se thotë Ibn Rexhepi, nga se thotë es-seyru ila Allahi tuqta'u bil qulubi la bil abdan. Nga se rruga për te Allahu kalohet, shkohet për te Zoti me zemra, jo me trupa. Ti mundesh me bo me trupa, edhe ajo njihet, ama nuk njihet kur gjas mund me ardh në përballë nëse është pyetje zemra. Kur gjas nuk vjen përpara. E këtu ju ndallu direkt shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po këtë arsye kur thot Bekr ibn Abdullah al-Muzani, tabiini i njohur, thot Ebu Bekri radiallahu anhu thot nuk i ka kalu shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me namaz shumt, me agjerim shumt nafile. E kështu me radhë, thot ja. Pse se çashtu ju kanë gati njëjtë këtë. Thot po i ka kalu me diçka që ka pas në zemrën e tij. Me diçka që ka pas në zemrën e tij. Dhe kjo e ka bërë dallimin te Ebu Bekri te shok tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj që kjo është edhe ajo që nevojitet. Për shembull, na në jetën tonë përditshme. Mundohemi për ahiret, veprojmë punë të mira për ahiret. Jena e shtojmë zellin, e shtojmë vullnetin, e kështu me radhë. Krejt muhabeti është sa jena të rujtur edhe për dynjas.
Sa i na trutur për harameve që vinë për dunjas. Sa e përzim të mirën e ahiretit me të pestën edhe të fleshtën e dunjas. S'po tham me dunjan. S'po tham me dunjan, sa e kallzova, ai pazar është tjetër. Na kena rate pazari te ajo e para, domthonë na veç mos më konë zullumçar ndaj vetvetes. Mos me liru vetëm gjunahe. S'po tham këto pika tjera. Milion dynjane, çka do që të vjen për dynjas, më dhon tjerëve, më munu më konën pasuria të tisit e vllavjat njëjtë, këto tema s'jam të diskutuar se as vetë s'jam çete. Mirë po du me honën sa kena na zell që në punë e ahiretit më munu mirujtën edhe të njëjtën kohë nëse na vjen diçka për dynjas, mos me u fliq me haramet e dynjas. E tash ju i dini secili për juve, unë ju secili i di më rastet e ndryshme që na një sprove vogël e dynjas, një pasuri e vogël, s'po them me miliona, as po them me mia, kanë herë me qindra frank. Kanë herë me qindra. Që nuk është logjike po një në logjikshëm. Që aty kanë herë ka mos i bimbi provimit. Tash mundesh me kuptu sa je i lidh për ahiretin nëse 100 frank ta hupin orientimin e ahiretit. Mundesh me kuptu vetë, unë e ti sicili. So inat ka për ahiretin nëse 100 frank dalin para syve, edhe s'mundesh mi te kalu dhe pse din që janë haram. E s'po foli për me mia, se aty tani na mo hupmi në oqeanin e pafund. Kjo është matë e shokët e pejgamberit dhe kjo është matë e gjeneratat e muslimanëve. Ajo që ka hi thellë dhe që ka depërtu thellë në zemrat e njerëzve. Që ajo e ka bë dallimin mes e njerëzve. Për arsye se si duket edhe kush e shef gjendjen edhe historinë e tyre e shef që adhurimi, ibadeti nafile, kjo ka qenë normale te ta. Ka qenë normale, domthonë nuk është diskutuar te gjeneratat e hershme, dikush domthonë a falet, a do të më fal namaz natës as do të, pse s'u kanë obligim, kjo s'u kanë pikë diskutimit. Kjo u kanë normale te ta. Po sprova dhe rreziku ka qenë që nëse rastësisht që të peshojnë në ahiret, që të orientimin tonë për në ahiret, nëse del për diçka përpara për dynjas, së po mësh mi ballafaqu dynjas. E që tu ka qenë dallimi i madh mes njerëzve, edhe që këtë dallim është hala dhe sot e kësaj dite. Po këtë arsye ku kallzon edhe El-Qasim ibn Muhammad për Abdullah ibn Mubarak, që ka qenë për dietarëve të maj të hershëm, ku kallzon për ta, thotë kum nejt me ta bashk, e kum shoqëruar në udhtim, e kum shoqëruar domthonë në për vene ku kena nejtën, kum shku me ta edhe në luftë, thot derisa erdha me një pozitë që nuk pashte ai diçka dallim për meje. Ai u mënej ke me fal namaz nafile edhe unë. Ai kështu domthonë edhe nuk vrejta mu dallim mes meje dhe ti. Thot derisa një natë henëm thot me një shtëpi, me nejt, me pushu, thot edhe ishte lampa e dhezër. Thot edhe momentu fik lampa. Thot derisa dul dikush me marr një diçka për me dhezë dhe një herë lampën edhe me kall, thot kaloj pak një kohë, kalon disa minuta, thot kur e dhezëm lampën, thot e pa ma vllai më bërekën duke qajt. Thot neve s'na ki shku, kërkoj na menja, thot kurse mu ma mërë menja, që ai ka qajt për arsye se kur është fik, drita ju ka kujtue errësira ditës gjykimit. Ju ka kujtue errësira që do t'i mbizotron njerëz, do t'i kaplon njerëz ditën e gjykimit. Thot edhe çdo e vreta që Abdullah ibn Mubaraku nuk ka është rastësisht që ka hi në zemrat e njerëzve. Nuk ka rastësisht kjo punë. Edhe pozita e tij nuk ka rastësisht që është ngrit mesin e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse mu po mduket që veprat e tina i kam njëjtë sikur tatina. Veprat e mia i kam sikur tatina njëjtë. Po, e vërtet është. A mo çaja që e ke po një rast ti, çaja e bën dallimin. Andaj dashur vllazni, kjo fjalë Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, edhe pse është për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kallzon një cilësi të veçantë tyne. Kjo duhet me qenë synimi jon vazhdimisht. Mu mundu më shkëput për dynjas, që shtash, në haramet që vinë për saj. Jo diçka tjetër. Në haramet që vinë për saj, edhe mu mundu sa më shumë më lidh për botën tjetër. Edhe me lidh zemra për botën tjetër, në mënyrë që me mujt me bo që të farë balancimin, edhe zemra tona me qenë te Allahu para trupave tonë. E pa të lezu një fjalë bukur për shokët e pejgamberit, po nuk e di kush e ka thonë, edhe me këta për përmbylli, thot ai personi, thot
nëse do t'i përshkruaja shokët e pejgamberit sa me diçka, si njerëz që kanë jetu, kisha më thonë, kanë jetu me trupan këtë botë e me zemrën botën tjetër. Me trupan këtë botë e me zemrën botën tjetër. Me bovakia me jetu sa më shumë me zemrën më përgatit për botën e përhershme, edhe më rujt për indikimit të keq të botës së përkohshme, kishmi me qenë njerëzit më të mirë sipërfaqen e tokës, për arsye se asgjë tjetër pastaj nuk na mungon, as tauhidi, as feja e pasur që Allahu na ka zgjedhur me to, as asgjë tjetër. Gjitha i kena, vetëm vetveten tonë me mujt me ngrit hala më shumë. Pastaj nuk ka kush që bëhet, që kam përmendur ndesën e kalum, nuk ka kush që në tokë do t'i afrohet muslimanët për nga mirësia dhe për nga qiltërsia dhe bukuria dhe tiparet e mira që Allahu ja ka dhuruar përmes kësaj feje të madhe. Allah na mësoj që të jemi më të zellshëm në adhurim, na lehtësoj punët e mira dhe na takoft me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ditën kur të dalmi para tij, e së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të jemi në xhenetin Firdaus. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad.